Se do me thonë dyqysh do të mja anisë. Do mja anisë dyqysh. Edhe kur më vesin njerës për shambë, dyqysh mja anisë, dyqysh me ardhë. Unë kom një pyetje, unë kom e bo hajkun e parë me Benin dhe kemi me gjiru në epizodat në vazhdim. Çfarë këshilla m'jepni mu si fillestare për hajk të parë? Unë për vete gjithë njerëzve i thëmë që çdo që ti nihesh ma rahat. Normalisht që këpuca dush mi pas të mirë atë malit, nuk mund është me shku me këpuca të qytetit, ajo është numër 1. Me qëto s'bajnë? Mirë po me sa e përket veshjeve, pantollave ose bluzave, mund është mi marrë dhe ato që ti nihesh rahat në shpe. Nuk do me thonë pa tjetër me ecën e parë, mu që me investu, me ble, edhe më ndej nështë edhe s'pëlqen, edhe nështë asë t'kime shku ma kur, pëse ki nevoj me shpenzu. Nështë në bazë të rikshilave që këmë jepni ju mu tash, dhe shikuesit cilët dëshirojnë me marrë këtë hap edhe me dalë në hiking për herë të parë, ashtu si që edhe unë pëdu, ndështë ta kanë qef ma ndej me vazhdu, edhe pse jo mu i marrë kështu këshilla prej emisionit plus minus. Edhe prej, mu i me thonë, prej profesionistëve tash. Po, edhe nuk duesh me... Se edhe Petritit tash mu i me qujtë kështu, paka shumë. Ju ne jam modest, kom qatën. Jo, për një me nuk është ideja që ka do të pasë njësë shumë e komplikojnë që të sari i thiri, se për që shtu për me morë për sete, adin jam këgjo ekspert. Jo, do të me shku në gjem, jo me ushtru. Jo me ushtru, jo si kom teshat, jo ato, jo këto të e ki vullnetin. Nëse e ki vullnetin, hajde se tjera të bërë, se kena na që të shkajdin, që tha u ta shumire ceke, qëto njerës që bojnë hiking edhe njerës që dojnë natyren, përgjithsi me thonë, janë shumë mikprica, janë shumë dashamirë, të nimojnë, të aletojnë, po të nësë egzistojnë qaj vullnet. Po ka dhe njerës që edhe kur dalin, në shtadës që do këtë, se sështë edhe kjo ashtë me thonë e sen, me të rqetha, po këpëtën, kësojnë anë e zakonisht njerës dhe ju thëmë që delni, shkëni, bëneni se kur këtheni edhe e bëni tushën shpe, që ato janin lezetin kësoj pune, që aty e një vletën ma të vlefshëm. Ose kur t'ullësh me hangër, që s'ki limit. Të mësëm, për mu që kam mësu hikingu dhe vrapimi, më kam mësu më knaq me pak. Dhe më përpara, unë e pushimet i kom bo shumë luksoze, dhe kom shku kom bo nëj pushim që nështë shumë pare kom hargju, për me mërini një knaqësi temën, sët besën e ki që te për pak edhe shumë a thjesht edhe ma let, po shumë knaqëta. Shtu që sugjeroj mi anis, shtu me rollk, me setër, shtu qizme... Shtu qizme gjithsesi? Qizme gjithsysh, më zga vë milion, jo vese për një me qëfar dush bluze me. Njeri du të më këthy gjithmonë, njës nga pja asoj që për para, kur janë konë bjeshkatarët e parë, mi thonë, diqysh shkeretet si kam pas brisht të jakun, diqysh ja ka njësa, den. Shtu që nuk, unë bile shumë stori, kur qesin foto, kështu ja shumë këmisha. Dhe me këmisha kam bo njës të... Kur ta realizoj edhe hajkun e parë me Benin, me snonjeri, atëherë kom ju shkryt, kom ju lajmëru edhe që shkom kalu. Edhe aminoj me vazhdu prapë. Po do të me vazhdu, tash Beni, po besej që ta ka zgjedh nëjë teren të letë. Për fillestar. Po, edhe keme kalu mirë, gjithëqysh, se s'ka njeri që si vynë se na jena të përstashëm për si natyre, dhe na nuk jena për beton.